Personat që ha në djath urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. Shumë njerëz shmangin konsumin e rregullt të djathit nga frika se ndikon në belin e tyre. Por nëse konsumi i djathit jo të ri mund të përmirësojë shëndetin e mëlçisë, ky djath përmban substanca të njohura të cilat parandalojnë dëmtimet e qelizave të saj. Sëmundjet e mëlçisë janë shkaktari 5 më i madh i humbjeve të jetës në Britaninë e Madhe. Ullumtuesit nga AM University në Texas kanë analizuar efektet para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. E djathit dhe ullumtimet të tjera kanë treguar se ato janë mjaft të rëndësishme për shëndetin tuaj dhe lehtësojnë një sër komplikacionesh. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në masën e duhur, ai kontribon në shëndetin e duhur të trupit në mënyra të ndryshme. Kjo është një arsye pse djathi, i cili gjendet në tryezën tonë, sidomos edhe në vaktin e parë të ditës, mund të japë përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, siç është vitamina B12. Vitamina B12 e cila përndryshe është e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga lodhja dhe dobësia e madhe, përmirëson përqendrimin dhe gjithashtu i jep njeriut një rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet me një humor më të mirë edhe, siç mbështeten studimet, lehtëson simptomat e depresionit dhe ato të ankthit. Së fundmi është përgjegjës për prodhimin dhe rinovimin e qelizave të trupit, duke kontribuar gjithashtu edhe në një pamje më të mirë rinore. Djathi është shumë i dobishëm për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas studimeve të botuara në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një risk afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Por më tepër, konsumi i djathit në përditshmëri mund të shoqërohet gjithashtu edhe me një risk më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi mund të përmirësojë ndjeshëm aktivitetet tuaja shëndetësore. Djathi është një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Bakteriet që gjenden te djathi janë të dobishme për shëndetin tonë ushqyes, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke rritur kështu përfitimet e shëndetit. Djathi është shumë i mirë për aparatin tonë tretës. Bakteriet e djathi janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i rregullt i djathit në përditshmëri rregullon mikroflorën dhe përqendron edhe bakteriet e mira të zorëve, e cila nga ana tjetër mund të përmirësojë dukshëm metabolizmin tuaj dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Djathi është i pasur me nivele shumë të mira të kalciumit. Djathi përmban 280 deri në 450 mg kalcium për çdo 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit rrit të ndjeshëm masën tuaj kockore dhe kontribon gjithashtu në shëndetin tuaj të kockave pas osteoporozës. Djathi ka proteina cilësore në përmbajtje të tij dhe mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Proteinat kontribojnë në rregullimin e aktivitetit të metabolizmit, ndërtimin e masës muskulare në trup, ndjekjen e djamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin shpejt të trupit. Pas studimeve është treguar se konsumi i djathit në përditshmërinë e dietave tuaja mund të luajë një faktor parandalues kundër komplikacioneve dhe të rrisë gjithashtu përfitimet në shëndetin tuaj. Djathi i përgatitur vetë në shtëpi është një nga më cilësorët për organizmin dhe si i tillë asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, gjithmonë duke u konsumuar gjithashtu edhe brenda sasive të rekomanduara. Vlerat që do të merrni prej tij do të jenë të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Djathi ju ndihmon të qëndroni më në formë. Kjo ndodh edhe falë substancave të quajtur butirate që gjenden më shumëllojshme te djathi. Studimet këshillojnë konsumin e djathit pasi ai do të ndihmojë në forcimin tuaj të metabolizmit. Djathtrat që kanë sasi të lartë të kësaj substance rrisin edhe nxitjen e stomakut të prodhojë sasi të tjera të substancave që kanë përfitime të dyfishta në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit në dietën tuaj mund të ndihmojë në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira.
Nga një studim është dalë se pikërisht sasia e butirateve që gjenden te djathi mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të zorrës së trashë nga radikalet e lira dhe gjithashtu të reduktojnë inflamacionet e saj dhe dëmet të zorrës së trashë që ndodhin me kalimin e moshës. Djathi është një produkt fantastik e cili mund të ndihmojë gjithashtu edhe në formimin më të mirë të masës muskulare. Djathi është i pasur me nivele të larta të proteinës, e cila është një zgjedhje e shkëlqyer për formimin e muskujve. Kjo pasi substancat janë të përbëra prej aminoacideve, të cilat janë element të rëndësishëm në indet tuaja muskulare. Djathi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Duke qenë se djathi bëhet nga qumshti, ai është shumë i pasur me kalcium, gjë që e bën atë shumë më të dobishëm edhe për shëndetin e kockave. Dietologët thonë se konsumi vetëm 28 gram djathë çdo ditë do të japë 334 mg kalcium, dhe kjo është një sasi e mjaftueshme e nevojshme ditore për trupin. Tek meshkujt e rritur, sasia e nevojshme e kalciumit është të paktën 1 mg çdo ditë. Djathi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Kjo fal përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe fosforit, dy minerale të cilat do të luftojnë gjithashtu edhe problemet të acidit tuaj laktik, që gjendet në gojë dhe mund të ndihmojë gjithashtu në mbrojtjen e smaltit të dhëmbëve, i cili shërben për të mos u ndier ato shumë të dobta. Ekspertët tregojnë se djathi është i mirë edhe për persona të cilët do vuajnë nga problemet e sheqerit në gjak. Ekspertët besojnë se kjo është një arsye pse djathi duhet të shtohet në dietën tuaj. Kjo fal elementeve të saj të rëndësishëm, djathi do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të rëndësishme dhe këshillohet të konsumohet në vazhdimsi të dietës suaj, por sigurohuni të konsumoni më shumë djathin e përgatitur vetë, duke evituar kështu aditivet e ndryshëm që mund të shtohen në përgatitjen e tij. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i tepërt i djathit në përditshmëri nuk është i shëndetshëm, por posaçërisht sasitë e ulta rreth 40 gram çdo ditë mund të jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitime të djathit në dietën tuaj, duhet ta konsumoni atë brenda normës së rekomanduar. Produktet e djathit përmbajnë vitamina dhe minerale esenciale, ndaj edhe ekspertët e shëndetit rekomandojnë një sasi të ulët të tyre të përfshirë vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Këto janë arsyet kryesore pse ju duhet të shtoni djathin në dietën tuaj dhe ndikimi i tij në shëndet do të jetë vërtet i menjëhershëm. Djathi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Djathi ka nivele të larta të kalciumit, i cili është krucial për dhëmbët dhe për kockat e shëndetshme. Sipas Bill Sheffer, kirurg dental, kalciumi ndihmon gjithashtu në formimin e dhëmbëve, por edhe kontribon në ofull më të fortë edhe më të shëndetshme. Djathi përmban vitamina esenciale të rëndësishme për trupin dhe për organizmin tuaj. Llojet e ndryshme të djathit përmbajnë vitamina të shumta, duke përfshirë kështu vitaminën A, vitaminën B2, B6, vitaminën B12, D dhe K. Vitamina A do të ndihmojë në funksionin e sistemit tuaj imunitar. Vitamina B2 do të ndihmojë gjithashtu edhe në mbarvajtjen më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe të sistemit tuaj nervor, ndërsa vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës, e rëndësishme kjo për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë një zëri se shtimi i djathit në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është një nga burimet më të mira të proteinës për organizmin dhe si e tillë duhet të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj, dhe ndikimet që do të merrni në shëndet do të jenë vërtet mbreslënëse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.